Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin YD 22 vjeç banues në Radostin. Pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë kufitare në PKK Moriçani gjetën një sasi lëndë të dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët e sektorit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë PUK referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit GS 59 vjeç dhe AN 56 vjeç, të dy banues në Fusharrës. Pasi dje është paraqitur në spitalin e PUK-s shtetasi EC 59 vjeç, banues në Fusharrës, i cili dyshohet se është dëmtuar aksidentalisht në dorë gjatë prerjes së pemëve në tokën e shtetasit AN me makineri të shtetasit GS. Dje ka kallëzuar shtetësja FN 41 vjeçe se më datë 17 shkurt 2026 i kanë vjedhur disa bizhuteri në banesën e saj në fshatin Bardhaj. Po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit ose të autorëve. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.